Të gjithë hani specë djegës, por ja se çfarë i ndodh zemrës suaj. Speci i djegës është të përdorur për mijëra vitesh kundër disa problemeve shëndetësore. Këto përfshihet urthi, llapia, sëmundjet e stomakut, problemet të temperaturës, fytit, çrregullimet hormonale të vjellat dhe bajamet. Speci i djegës është i shëndetshëm për zemrën, por speci i djegës është tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterje dhe në tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë i atribuohet gjithashtu edhe kapsaicinës, një substancë që shkakton aspektin e elementit djegës të speci. Kapsaicina ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe në industrinë farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Speci i djegës do të ketë ndikime pozitive për shëndetin tuaj kardiak, citojnë ekspertët.